pas kirurgjisë moderne. Ebu El Kasim El Zehravi. Për shekuj me radh, të vije në dorë të një kirurgu ishte pothuajse e barabartë me një dënim me vdekje. Në Europën e Mesjetës, kirurgjia nuk konsideroi as shkencë. Ajo praktikohej shpesh nga berberët dhe rapagatët e rrugëve. Pa anestezi, pa mjete sterile, pa mjetet sakta, çdo ndërhyrje brenda trupit njerëzor përfundonte në infeksione vdekjeprurse ose dhimbje të paimagjinueshme që të ndalnin zemrën. Mjekët e lashtë grek dhe romak besoni se hapja e trupit të njeriut ishte e rrezikshme dhe ndaluar. Shkenca e operacioneve kishte ngecur në një errësirë frike dhe ignorance. Por ndërsa Evropa vuante në këto kushte të merri, në jugun e saj, në Kordobën e ndriçme të Andaluzisë, po ndodhte një revolucion i heshtur. Një mjek musliman, i udhëhequr nga dëmshuria e thellë për pacientët dhe nga dëshira për të mbrojtur jetën, vendosi ta kthente thikën e kirurgut nga një mjet merri në një instrument shpëtimi. Emri i tij ishte Ebu El Kasim El Zehravi. Ky është njeriu që shpiku kirurgjinë moderne. El Zehravi lindi në vitin 936 në qytetin El Zehra, pranë Kordobës. Kjo ishte epoka e artë e Andaluzisë islame. Kordoba ishte metropoli botës, ndërsa Londra dhe Parisi kishin në rrugë me baltë dhe errësirë. Kordoba kishte një rrugë të ndriçuar me drita publike, ujësjellës, spitale falas për të gjithë dhe universitete ku mblidheshin student nga mbar bota. El Zehravi u bë mjeku zyrtar i oborrit mbretëror të kalifit El Hakam II, por pavarësisht titullit dhe famës së tij, ai nuk ishte një mjek që qëndronte në pallate luksoze. Pjesë më të madhe të jetës, për më shumë se 50 vjet, ai u akushtoi pacientëve të thjeshtë, duke i mjekuar ata pas një pakesë. Ai vuri re se mjekësia e kohës së tij kishte nevojë urgjente për një deg të re, kirurgjinë e bazuar në anatomi të saktë. Ai kuptoi se pa njohur brendësinë e trupit të njeriut dhe pa pasur mjetet e duhura, mjeku kthehej në një rrezik për pacientin. Në fund të jetës së tij të gjatë, El Zehravi përmblodhi të gjithë përvojën e tij në një kryevepër monumentale prej 30 vëllimesh të titulluar Kitab et Tasrif. Vëllimi i fundit i këtij libri ishte tërësisht i dedikuar kirurgjisë. Ky libër bëri histori për një arsye të jashtëzakonshme. Për herë të parë në historinë e njerëzimit, një autor vizatoi dhe shpjegonte mbi 200 instrumente kirurgjikale, të cilat ai veti kishte shpikur dhe dizenjuar. Mendoni këtë dimension genialiteti. El Zehravi shpiku bisturinë moderne, pincat për nxjerrjen e plumbave, apo shpëtimin e foshnjave gjatë lindjeve të vështira, syzet speciale për ekzaminimin e syrit dhe mjetet për thyerjen e gurëve në fshikzën e urinës. Dhe një nga zbulimet e tij më të famshme që përdoret edhe sot e kësaj dite në çdo sallë operacioni në botë ishte catgut, përdorimi i fijeve të bëra nga zorrët e macave apo dhenbe për të qepur plagët e brendshme. Ai zbuloi se këto fije shpërbëheshin natyrshëm nga trupi i njeriut, pa pasur nevojë për një operacion të dytë për t'i hequr ato. Si e zbuloi? Pasi pa një majmun që kishte ngrënë fijet e një instrumenti muzikor dhe trupi i tij i treti ato pas një problem. Por ajo që e bënte El Zehravi një kolos të vërtet, nuk ishin thjesht thikat e tij të mpreta apo zbulimet e tij. Ishte zemra e tij e madhe dhe etika e tij mjekësore e lartë. Në librin e tij, ai nuk i quante pacientët thjesht raste apo numra. Ai u drejtohej studentëve të tij duke i porositur që t'i trajtonin pacientët me dashuri prindërore. Ai quante pacientët fëmijët e mi. El Zehravi shkroi se një mjek duhet ta trajtojë të varfrin dhe të pasurin me të njëjtin përkushtim, pa bërë asnjë dallim. Ai paralajmëroi mjekët që të mos nxitonin kurrë drejt operacionit vetëm për të marrë para, por ta shihnin kirurgjinë si zgjidhjen e fundit, pasi të kishin provuar çdo mundësi tjetër mjekimi. Ky humanizëm i thellë buronte direkt nga besimi i tij islam. Ai e shihte mjekësinë si një përgjegjësi përpara Zotit të gjithësisë, i cili ka thënë në Kur'an se shpëtimi i jetës së një njeriu është i barabartë me shpëtimin e mbar njerëzimit. Për El Zehravin, çdo shërim i një pacienti ishte një falënderim te krijuesit. Kur librat e El Zehravit u përkthyen në gjuhën latine në shekullin e 12, Europa mbeti e mahnitur. Ata nuk ishin parë kurrë asgjë të ngjashme. Emri i tij u latinizua si Al-Bukasis. Për më shumë se 500 vjet rresht, enciklopedia e tij e kirurgjisë mbeti teksti kryesor dhe i vetëm mjekësor në të gjitha universitetet e Europës, si në Salerno, Montpellier dhe Paris. Kirurgët të mëdhenj europian të rilindjes, si Guy de Chauliac, thoshin se pa shkrimet e Al-Bukasisit, mjekësia mjekësore do t'ishte e gjymtuar.
Ai nuk u ndal vetëm te kirurgjia e përgjithshme. Ai la kontribute të jashtëzakonshme në stomatologji, duke shpjeguar si të drejtohen dhëmbët e shtrembër, në ginekologji, në ortopedi, me metodat e tij të ngjitjes së kockave të thyera që përdoren edhe sot edhe në neurokirurgji. Sot, bota e shkencës e njeh atë zyrtarisht me titullin e merituar Babai i kirurgjisë moderne. Ebuel Kasim El Zahrawi ndroi jetën në vitin 1013 në Kordobën e tij të dashur, duke lënë pas një botë më të shëndetshme, më të sigurt dhe më pak të dhimbshme. Historia e tij është një dëshmi e gjallë e asaj se çfarë mund të arrijë njeriu kur kombinohet genialiteti intelektual me moralin e lartë dhe besimin e pastër tek Zoti. Ai nuk ndërtoi mure, nuk pushtoi territore dhe nuk derdhi gjak, përkundrazi. Ai përdori tehun e mpret të mendjes dhe të mjeteve të tij për të qepur plagët e njerëzve dhe për të ndaluar lotët e dhimbjes. Sot në çdo sekond që kalon, diku në një spital të botës, një kirurg merr në dorë një bisturi, bën një qepje me fije të brendshme apo përdor një pincë kirurgjikale. Në secilin prej këtyre veprimeve jeton shpirti dhe trashëgimia e këtij besimtari të madh musliman. O Zot, na bëj prej atyre që me punën dhe profesionet tona sjellin lehtësim, shërim dhe paqe në jetën e njerëzve. Ne zbukuro zemrat me dëmshuri dhe na bëj që trashëgimia jonë në këtë tokë të jetë një dritë që nuk shuhet kurrë.